2 golat e shënuar nuk i mjaftuan Vllaznis U21 për të marrë pikë në ndeshjen e luajtur në transfert me Apolloninë e Fierit. Vendasit shënuan 2 gola në minuta shtesë që i dhanë edhe fitoren me rezultatin 4-2 në javën e 16 të kampionatit. Apollonia kaloi e para në avantazh me anë të futbollistit Vrushi në minutën e 41, por vetëm 3 minuta më vonë kapiteni Ernest Hagrepi barazoi për shkodranët. Kështu pjesa e parë e takimit u mbyll në shifrat 1-1. Me fillimin e pjesës së dytë sërish Hagrepi shënoi golin e dytë për Vllaznin U21, por në minutën e 75 fierakët barazuan me anë të Aivi. Trajneri Doçi shprehu shqetësimin për mënyrën e arbitrimit gjatë gjithë pjesës së dytë, duke theksuar se kjo ndikoi në zhvillimin e lojës. Ndërkohë në minutat shtesë Apollonia shënoi edhe 2 golat e tjerë, fillimisht me Kamagate në minutën e 91 dhe më pas me Umiego në minutën e 93, duke siguruar fitoren 4-2. Me këtë fitore Apollonia U21 u ngjit në kuotën e 31 pikëve duke u renditur në vendin e dytë, ndërsa Vllaznia mbetet në vendin e tretë me 28 pikë.